Elon Musk me një projekt gjigant synon ndërtesën më të madhe në botë. Elon Musk ka zbuluar pamjet e para të projektit Terafab Texas, një fabrikë gjigante për prodhimin e çipave, e cila sipas planeve të tij do të ketë 9 milion metra katror sipërfaqe prodhuese dhe mund të kushtojë deri 119 miliard dollar. Elon Musk po përgatitet për një nga projektet më ambicioze të karrierës së tij. Shefi i Teslas dhe i SpaceX ka prezantuar pamjet e para të asaj që e quhen Terafab Texas, një kompleks gjigant industrial që synon të shndrojë ndërtesën më të madhe dhe më të vlefshme në botë. Musk publikoi në platformën X pamjet e realizuara me kompjuter të kompleksit të ardhshëm, duke deklaruar se përmasat e tij do të jenë të jashtëzakonshme. Sipas të dhënave të publikuara, fabrika është planifikuar të ketë më shumë se 9 milion metra katror sipërfaqe prodhuese. Për krahasim, projekti pritet të jetë rreth 10 herë më i madh se Gigafactory e Teslas në Texas, ndërsa në raport me Pentagonin, një nga ndërtesat më të mëdha të zyrave në botë, Terafab pritet të jetë 15 herë më e madhe. Investimi mund të arrijë deri në 119-120 miliard dollar.